كلنا نوسوس في صلاتنا. بل جاء من الصحابة من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوسوس له في صلاته. Të gjithë ne kemi cytje në namaz, dhe vjen një prej sahabëve të profeti alayhi salatu wassalam dhe i tregon atij që ka cytje, vezvese në namaz. هذه ليست مشكلتنا نحن وإنما منذ عهد الصحابة كانت موجودة. Pra kjo nuk është një problem i ri, por është një problem i cili ka ekzistuar që në kohën e sahabëve. والحمد لله أنها كانت موجودة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الحل. Dhe alhamdulillah thot që ka qenë një problem ekzistues që në atë kohë, sepse profeti alayhi salatu wassalam na përmendi neve edhe zgjidhjen. الشيطان أكثر ما يحرص على صلاتك. Nga përpjekjet më të mëdha që bën shejtani kundra teje është tek namazi. لكن السؤال لماذا؟ Pse? يا إخوة في حياتنا كلها كل الخير الذي نفعله إن كان صيام أو صدقات أو بر بوالدين أو المرأة حجابها أو تربيتك لأولادك كل أعمال الخير هذه. Në tërë jetën tonë, të gjitha veprat e mira që bëjmë ne, prej namazit, agjërimit, zakatit, adhurimeve të ndryshme, bamirësisë ndaj njerëzve, كل هذه الأعمال يوم القيامة الله لن ينظر إليها ولن يكافئك عليها. të gjitha këto vepra të mira në ditën e Kiametit, Allahu subhanahu wa taala nuk vështron të këto. لأنه سيقول لك أولا لأرى صلاتك. Sepse e para gjë nga veprat e mira të cilat do t'i vështroj, veprat e tua të mira të cilat do t'i vështroj Allahu subhanahu wa taala, është namazi yt. إذا صلحت صلاتك صلح سائر عملك. Dhe nëse namazi yt është i mirë, i rregullt, i plot në numrin dhe kohët e tij, atëherë të mira janë dhe veprat e tjera. فلو فرضنا أن الإنسان يفعل الخير كثير جدا لكن صلاته غير مضبوطة، إما يؤخر عن وقتها مثلا أو ربما الرجل لا يصليها في الجماعة أو لا يخشع فيها. Nëse supozojmë se një njeri pra vjen me shumë vepra të mira, ka shumë vepra të mira për adhurimeve, por tek çështja e namazit ka parregullsi në kohën e tij, në formën e tij, në përqendrim e tjerë pra. هذا لن يعطى جزاء أعماله. هو يقول يا رب أنا عندي أعمال خير كثيرة، عندي صيام، عندي صدقات، عندي كثير من الأعمال، يا رب أريد الجزاء عليها. والله يقول له لا. Ti personi nuk i jepet shpërblimi i veprave të mira, saqë do të thotë ky person o Zoti im, un kam shumë vepra të mira. Ku është shpërblimi i tyre? Por për shkak të parregullsisë në namaz, pra Allahu subhanahu wa taala nuk ja jep. لأن أول شيء يحاسب عليه الصلاة. Sepse gjëja e parë për cilën do të llogaritet njeriu është namazi. عرفنا لماذا يحرص الشيطان على الصلاة؟ Prandaj ja kuptuat pse shejtani bën përpjekje të mëdha kundra njeriu në namazin e tij. هو لماذا يتعب في أن يفسد عليك صيامك أو صدقاتك أو حجك وعمرتك؟ لا هو لا يتعب في هذا كله. هو يتعب على الصلاة، فإذا فسدت صلاتك انتهى كل شيء. Prandaj dhe përpjekja e tij në prishjen e namazit, këtij adhurimi namazit tënd nuk është e njëjtë me në agjërimin tënd, në zakatin tënd apo në adhurimet e tjera. Sepse nëse ai arrin që ta bëj namazin tënd pa rregullt, atëherë ka arritur që t'i bëj pa rregullta të tëra punat e tjera. طيب ماذا نفعل إذا؟ Prandaj çfarë duhet bëjmë që të përmirësohemi? هناك شيء قبل الصلاة وهناك شيء أثناء الصلاة. Ka një gjë e cila është para namazit dhe një gjë tjetër e cila është në brendësi të namazit, gjatë namazit. لا نتحدث عن ما قبل الصلاة وما هو الخشوع وكيف هو الاستعداد للصلاة، هذا موضوع طويل جدا. Dhe nuk kam për qëllim këtu me gjën para namazit, pra përgatitjen për namaz, frikë respektin e tjerë, por diçka tjetër. لكن أثناء الصلاة لو جاءك الشيطان وصرحت فكرت في شيء آخر ماذا تفعل؟ Nëse e gjatë namazit dhe të vjen shejtani dhe ta tërheq vëmendjen nga përqendrimi tek Allahu subhanahu wa taala në çështjet e tjera, si duhet veprosh? تفعل شيء. Bësh diçka. واحد Një, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. të thush për të shprehjen a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ثانيا تبصق عن يسارك 3 مرات، بمعنى هكذا أنت تصلي تفعل هكذا
Pas thënies së asaj shprehje, bështyn 3 herë në krahun e majt në mënyrën që pat. لكن انتبه لا تكن صلاتك كلها بصق. Por jo të bëhet kjo me bështym të madhe, pra, apo të jetë e shpesht. يعني هذه مرة، لكن أن يظل الإنسان دائما يسرح ويستعيد من الشيطان ويبصق ويسرح ويستعيد من الشيطان ويبصق. متى يقرأ قرآن؟ متى يذكر الله؟ Pra jo çdo herë që i itën mendja për qëndrimin e namazit veprojnë të mënyrë, sepse atëherë si do të këndojë Kur'an, si do të bëjë ai dhikr, kur do ta gjej kohën pra për të pjesë namazit. لكن في النهاية نحن نقول لك أن الصلاة مثل الاختبار. إذا أردت أن تنجح في الاختبار لابد أن تتعب من أجله. Namazi thot është si provimi. Nëse do që të dalësh me sukses nga provimi yt, patjetër që duhet të lodhesh, duhet përpiqesh. وإذا أردت أن تصلح صلاتك يقبلها الله لابد أن تتعب من أجل صلاتك. Dhe nëse do që namazi yt të jetë i rregullt dhe i pranuar tek Allahu subhanahu wa taala, duhet punosh fort dhe të përpiqesh që të jetë i tillë. وأخيرا تخيل أنك تعطي إنسان هدية تقدمها له. دائما تختار الشيء الطيب لا تختار الرديء. Imagjino nëse ti një personi pra i jep një dhuratë, do zgjedhësh gjithmonë atë që është më e mira, që ka vlerë, jo diçka të rëndomt pa vlerë tek njerëzit. صلاتك منك تصعد إلى الله سبحانه وتعالى فقدم شيئا يليق به سبحانه. Prandaj dhe namazi yt është një vepër e cila shkon tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj përpiqu që vepër ky adhurimi yti të jetë në formën sa më të bukur.